Zëdhënësi policisë rajonale në Prizren Togiri Shaqir Bytyqi njofton për televizionin Besa se sot më datën 17 dhjetor 2025 rreth orës 13:35 policia ka pranuar informat se në fushën e fshatit Serbic e Ullët në Prizren është vërejtur një person pa shenja jete. Njësitet policore dhe emergjenca mjekësore kanë dalur në vendin e ngjarjes ku ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e personit. Viktima është identifikuar si MK 57 vjeçar mashkull nga fshati Serbic e Ullët. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe është duke mbledhur informacione, prova materiale dhe dëshmi relevante. Nga shikimi fillestar është vërejtur se viktima ka një plagë të shkaktuar nga arma e zjarit në trup, ndërsa në afërsitë e trupit është gjetur një armë zjarri pistolet. Prokurori kompetent është njoftuar dhe veprimet e mëtejme do të ndërmirën në përputhje me udhëzimet e tij. Hetimet janë në vazhdim me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të rastit.